A jeni përfitues i një pensioni familjar? Apo jeni një qytetar që punoni në Itali dhe jeni zhvendosur me punë nga kompania juaj në Shqipëri? Si veprohet në të tilla raste? Ky qytetar do vazhdoj të paguajë kontribute sigurimi shoqëror në Itali apo do t'i pagojë ato në Shqipëri? Të nderuar miq, në episodin e 7 në ciklin Pensionet Shqipëri-Itali shpjeguar nga Teuta, do të shpjegojmë pikërisht se cilat janë rregullat që duhet të ndjekë një qytetar për të përfituar një pension familjar. Cilat janë rregullat që duhet të ndjekë një i punësuar kur zhvendoset me punë nga kompania e tij nga Italia në Shqipëri. Njëkohësisht do të shpjegojmë edhe rastin kur një qytetar ka përfituar më shumë të ardhur dhe si veprohet për rikthimin e këtyre të ardhurave. Të nderuar miq, ju mjëftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Kortoçi në mënyrë që të ndiqni të plota të gjitha episodet tona, të gjitha shpjegimet dhe informacionet që ne japim, jo vetëm për të drejtat, për përfitimet, detyrimet, por njëkohësisht edhe për kriteret që ka marrëveshja e pensioneve me Shqipërisë dhe Italisë, por njëkohësisht edhe për të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ofron ligji shqiptar për sigurimin shoqëror në Republikën e Shqipërisë. Po si veprohet në rastet kur pasardhësit e një individi i cili ka ndruar jetë, por që ishte një përfitues pensioni qoftë në Shqipëri apo në Itali ka ndruar jetë, dhe si veprojnë këta familjarë që kanë të drejtë të përfitojnë pension. Familjarët që kanë të drejtë për të përfituar një pension familjar janë bashkëshortja ose edhe fëmijët. Këto janë grupimet e familjarëve të cilët i njeh si ligji shqiptar ashtu edhe ligji italian për përfitimin e pensionit familjar. Kur personi i ndruar jetë, që është njëkohësisht një përfitues i pensionit të pleqërisë apo të invaliditetit në njëri nga të dy vendet edhe ndron jetë, atëherë familjarët e tij kanë të drejtë që të përcjellin kërkesë për të përfituar një pension familjar. Dhe sërish kushti bazë për të përcjellë këtë kërkesë është rezidenca ose vendi i tyre i banimit. Nëse ata banojnë në Shqipëri, kërkesën për një pension familjar duhet ta përcjellin pranë Institutit të Sigurimit Shoqëror dhe ndërse ata banojnë në Itali, kërkesën për pension familjar do ta përcjellin pranë INPS-it ose Instituto Nazionale di Previdenza Sociale. Të nderuar miq, ne kemi shpjeguar deri tashmë të gjitha kategoritë e pensioneve, të cilat i njeh marrëveshja e pensioneve dhe cilat janë rregullat, kriteret për të përfituar ata. Por marrëveshja nuk kufizohet vetëm tek pensioni, nuk kufizohet vetëm tek pagesat e papunësisë apo tek pagesat për lejen e lindjeve apo raporte mikësore. Marrëveshja përfshin edhe individët e punësuar, se si trajtohen ata për të paguar kontributet për sigurimet shoqërore dhe ku ata mund t'i paguajnë. Në rastet kur një qytetar i cili është i punësuar, flasim për një qytetar shqiptar apo italian, i cili është i punësuar në Itali dhe kompania e tij e zhvendos aktivitetin e punës së tij nga Shqipëria, nga Italia e zhvendos drejt Shqipërisë, atëherë ky qytetar ka një kriter për pagimin e kontributeve të sigurimit shoqëror. Nëse koha e punësimit të tij në Shqipëri është më pak se 24 muaj ose më pak se 2 vite kalendari, atëherë qytetari dhe kompania ka të drejtë dhe detyrimi njëkohësisht që të paguajë kontributet për sigurimet shoqërore në sistemin italian të pensioneve. Nëse kjo periudhë kalon, atëherë ai nënshtrohet rregullave që ka sistemi i pensioneve në Shqipëri. Në këtë rast, kompania ka detyrim që të plotësojë një dokument që quhet certificato di distacco ose në shqip certifikat e largimit të punonjësit nga vendi i dikush rezident drejt Shqipërisë ose një vendi tjetër të punës. Pra të nderuar miq, qytetarët të cilët e zhvendosin aktivitetin e tyre të punës dhe zhvendoset ky aktivitet nga kompanitë e tyre, ata në këtë rast i nënshtrohen rregulla dhe ligjeve për pagimin e sigurimeve shoqërore të shtetit të tyre nëse aktiviteti i punës është më pak se 24 vjet. Kjo është një situatë që ndodh me individët që janë të punësuar, por e njëjta gjë ndodh edhe me të punësuarit, me artizanët. Pra, nëse një artizan
italian zhvendoset me një aktivitet pune në Shqipëri dhe ky aktivitet i punës është më pak se 24 muaj, ose më pak se 2 vite kalendarike, ai i nënshtrohet dhe vijojnë të paguan kontributet për sigurime shoqërore në Itali. Pra, nënshtrohet rregullat të sistemit italian. Në këtë mënyrë, të gjithë punojësit të cilët zhvendosin aktivitetin e tyre të punës nga një shtet në tjetrin, pra nga Italia në Shqipëri, tashmë e kanë të rregulluar përmes marrëveshjes se si ato trajtohen në sistemin e sigurimeve shoqërore në të dy vendet. Por çfarë ndodh, të nderuar miq, kur kemi të bëjmë me raste që një individ përfiton më shumë të ardhura se sa atij i takon. Në një rast të tillë, institucioni shqiptar, që është në këtë rast Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri, përcjell kërkesën pranims dhe është po ky institucion që në bazë të ligjit mban vlerën e cila është përfituar në mënyrë më të lartë ose më të tepërt nga ana e qytetarit dhe ja rikthen në këtë rast Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri. Në këtë mënyrë, të nderuar miq, neve kemi shpjeguar se si funksionon marrëveshja e pensionit, si kanë të drejta, detyrime, përfitime. Dhe njëkohësisht, kur flasim të marrëveshjen, neve kemi theksuar dhe do vijojmë të theksojmë që kjo nuk është e kufizuar vetëm çështjen e pensioneve, por ka një rregullim edhe për individet të cilët janë të punësuar. Dhe kjo është themeltare në mënyrë që këta individ që janë të punësuar në Itali dhe zhvendosën me punë në Shqipëri të mos realizojnë një pagesë të dyfish të sigurimeve shoqërore, por të realizojnë vetëm një pagesë në këtë rast për sigurinë shoqërore. Dhe kjo, përcaktuar në marrëveshje, bëhet sipas periudhës së tij të punës. Nëse është 2 vite, i nënshtrohet pagesave dhe rregullave siç i ka sistemi italian. Nëse kjo periudhë i kalohet, atëherë në këtë rast do t'i nënshtrohet rregullave që ka sistemi shqiptar i sigurimeve shoqërore. Të nderuar miq, ky ishte episodi ynë i sotëm. Në episodin e radhës ne do të vijojmë të shpjegojmë një element tjetër shumë të rëndësishëm të marrëveshjes. Ne kemi folur në të vazhdueshme për periudha sigurimi ose periudha kontributive të cilat i njeh legjislacioni shqiptar, por në këtë rast i njeh edhe legjislacioni italian në bazë të marrëveshjeve. Po cilat janë këto periudha sigurimi, të cilat neve i kemi të njohur edhe të realizuar nga legjislacioni shqiptar që gjen zbatim edhe në Itali. Për këto, unë juftoj të na ndiqni në episodin e radhës, në mënyrë që të mësojnë të gjitha periudhat e sigurimit që njihen në Shqipëri, por që njihen nga marrëveshja edhe në Itali. Unë ju falenderoj shumë që jeni bërë pjesë e këtij komuniteti të madh, të mirë informuar për të dhënat, për të drejta, për gjithçka që garanton marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, por nga ana tjetër që jeni mirë informuar edhe për të drejta që garanton ligji shqiptar për sigurimin shoqëror. Unë ju falenderoj që na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme dhe ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanune Kortoçi, që mos të humbisni asnjë nga episodet tona, në mënyrë që ju të jeni sa më të informuar për të drejtat tuaja për sigurimin shoqëror. Nga ana tjetër ju ftoj të pëlqeni videon, ta shpërndani atë tek miqës e familjarët tuaj të cilët janë në një situatë të një emigranti ose të një qytetari i cili ka vite kontributive në të dyja vendet dhe që do thotë është një përfitues i marrëveshjes. Unë ju ftoj në këtë rast të lini koment për çdo pyetje dhe paqartësi dhe unë do t'ju përgjigjem në momentin më të parë. Unë ju lë takim në episodin e radhës. Deri atëherë, mirë takofshim.